Ka zgjidhje dubioze dhe të dyfishta, por në këtë rast nuk mund të flasim për kundërlishmëri për shkak se një formë e përcaktimit të këtyre njerëzve që kanë qenë në mandat plot e ju ka dalë mandati, tani janë detyra teknike dhe nuk mund të thosh që janë kundërshtim me ligjin, sepse qeveria duhet të punojë. Çdo sistem botës, sido që t'ia vesh emrin, qeveria brenda mandateve kushtetuese duhet të funksionojë deri në dorëzim të asaj të kabinetit tjetër qeveritar. Duhet vetëm në momentin kur bëhet verifikimi i mandateve dhe fillon mandati 4 vjeçar i kuvendit dhe i deputetëve, pra atë ditë që bëhet verifikimi i mandateve, bëhet betimi për deputet, prej çatij momenti. Ende s'kemi betim për deputet me certifikim.